Kryeministri Edi Rama gjatë rubrikës Sy më sy i është përgjigjur një qytetar i cili kërkoi të jap dorëheqjen duke u shprehur se Erion Velia është në burg. Kreu i qeverisë deklaroi se teoria që jep dorëheqjen se është ky apo ai në burg nuk funksionon. Ai ironizoi opozitën duke theksuar se proceset hetimore janë shpresa e vetme e kënetës së madhe por edhe e moçaleve të vogla për të larguar atë nga pushteti. Ku i ke parë ti aslan këto dorëheqjet me asociacion, se nuk të kuptoj fare. Unë e di që tani më kjo historia e proceseve hetimore dhe proceseve gjyqësore është shpresa e vetme, jo vetëm e kënetës madhe, po dhe e moçaleve të vogla. Se atë që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë, nga një anë duke nxitur spakun dhe duke shpresuar që spaku do shkri Partinë Socialiste dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që ja si mund votohen këta, si mund votohet ky, këta kanë gjysmën e qeverisë në burg, këta kanë gjysmën e partisë në burg, ndërkohë që pikërisht pse populli është një shkallë, minimalisht një shkallë më lartë, se sa më i zgjuari dhe më i bukuri nga të gjithë ju, nuk e ha këtë lloj propagande. Qend le të lehin, karvani të shkojë përpara, në fund është rruga ajo që do mbetet. Rama komentoi edhe patronazhistët teksa u shpreh se janë hakmarrës të mëdhenj dhe u bëri thirrje qytetarëve të mos merreshin me ta. Sipas kreut të qeverisë, patronazhistët nuk e lën votën të bjerë në tokë, duke kërkuar që të merren seriozisht